Rinora Abdullahu është një vajzë 16 vjeçare, për të cilën shkrimi nuk është vetëm një aktivitet, por një pasion i vërtet, që në moshë të vogël ajo ka treguar interes të veçantë për fjalën e shkruar dhe për botën e librave. Hapat e saj të parë në shkrimi ka hedhur që nga klasa e 4, duke shprehur mendimet, ndjenjat dhe imagjinatën e saj përmes tregimeve dhe shkrimeve të ndryshme. Me kalimin e viteve, Rinora ka vazhduar të zhvillojë aftësitë e saj, duke e parë shkrimin si një mënyrë për të shprehur veten dhe për t'i dhënë zë mendimeve të saj. Ajo synon që në të ardhmen ta zhvillojë edhe më shumë këtë talent dhe ta shndrojë atë në një pjesë të rëndësishme të jetës së saj. Unë librin e parë e kam shkruar në moshën 14 vjeçare. Fillimet e mia të shkrimit kanë qenë diku nga klasa e 4. Se sa herë që kishim ndonjë organizim shkollë apo diçka, kam pas që çdo herë ti rregulloj vetë ato poezit ose tema, çfarë të lloj gjëje që kam pas, e kam bërë vetë. Kush për herë të parë e zbuloi këtë talent e këtij? Mami ka qenë e para se i shifte në mënyrën se si shprehem, si shkruaj, çfarë flas, po edhe arsimtarja e gjuhës shqipe në shkollë fillore. Ajo më shumë i ka pa se çfarë talenti ka. Po shqipe tash në moshën që e kemi është ma delikate. Edhe friksohemi sa herë të flasim se mos na e marrin për gabim, mos keq kuptohemi. Edhe çdo herë domethënë e shfaqim atë anën tjetër tonën, jo atë reale. Edhe për atë shkak e kam shkruar më shumë, domethënë që mos kem frikë ato të flasin se çfarë mendojnë. Po, në të shkruar mund të shprehesh më lirshëm, por varet edhe tipi, personi. Do me thonë ka persona që mund të flasin shumë edhe i thonë krejt ato që ka mendojnë, po ka të tjerë që janë të mbyllët në vete. Kjo varet nga rrethi, nga shoqëria. Do me thonë varet me çfarë persona shoqërohesh. Gjithmonë jam punime sipër, po tash unë vetëm në fund, kur i përfundoj materialin, vendosi nëse do e bëj roman, do e bëj libër, do me thonë me tema të ndara, do jem poezi, vetëm shkruaj, do me thonë nuk e ndaj mendin se për çfarë është. Se shkrimi është pasion, ndërsa për hobi e kam mjekësinë, për atë edhe jam fut në shkollën e mesme të mjekësisë. Po mundohem ta shijoj maksimum, i bëj të gjitha nga pak. Kur kam kohë të lirë, lexoj, pastaj do me thonë çfarë lexoj ato edhe më frymëzojnë më shumë për të shkruar. Dhe kjo më është bërë rutinë e përditshme, mësimi, leximi. Në librin e saj të parë, Rinora ka përmbledhur të gjitha poezitë që kishte shkruar ndër vite, duke i bashkuar ato në një vëllim të vetëm poetik. Këto krijime ajo i ka botuar në librin me titull Rruga e ëndrave, një vepër që pasqyron botën e saj të brendshme dhe ndjeshmërinë artistike. Në këtë libër, autorja ka trajtuar tema të ndryshme, si ëndrat, shpresat, dashuria, jeta, realiteti, si dhe përjetimet personale që lidhen me rritjen dhe formimin e saj si individ. Përmes vargjeve të saj, Rinora përcjell emocione të sinqerta dhe mesazhe domethënëse, duke treguar guximin për të shprehur mendimet dhe ndjenjat e saj në mënyrë të lirë dhe kreative. Atëherë, unë gjithmonë frymëzohem nga bota, realiteti, çfarë ndodhen. Po këtë libër, do me thonë, është përmbledhje gjitha poezive që i kam shkruar deri në klasën e 9. Do me thonë që nga klasa e 4 kur kam fillu, deri në klasën e 9. Dhe më thonë i ke mbledhur gjitha poezit dhe i ke botuar në një libër. Cilat temat ke trajtuar pikërisht në këto poezi? Atëherë janë tema të përgjithshme, ka disa poezi janë patriotike, disa janë me mall, të ndryshme. Të ka ndihmuar dikush në këto pjesët e poezisë, nuk duhesh ta bësh ta shkruash të ndryshosh diçka? Përveç papi edhe mami, do me thënë që e kam përkrahje gjithmonë, është edhe xhaxhi im, ai është regjisor, Agim Abdullahi. Ai gjithmonë ka qëndru pranë, bën e kështu, do me thënë ka ndihmu të rritem si autore. Po shife tash, nuk është se do doja t'i largoja plotësisht, ama do doja të bëja disa ndryshime në mënyrën e shkrimit se si i kam bërë. Përveç librit të saj të parë, Rinora ka shkruar edhe librin e dytë me titull Bota brenda meje. Ky libër ka karakter psikofilozofik dhe përqendrohet në thellësinë e mendimeve, ndjenjave dhe përjetimeve të brendshme të autores. Ky libër përfason një hap të rëndësishëm në rrugëtimin e saj si shkrimtare, duke dëshmuar se ajo nuk ka frikë të zhytet në botën e brendshme dhe ta shndrojë atë në fjalë të shkruara. Ky libër pak a shumë është psikofilozofik, themi. Këtu, do me thënë, kam shprehur ndjenjat e mia. Çdo gjë që nuk kam mund
ta them e kam shkruar aty. Do me thonë, çdo mendim pas çdo veprimi. Atëherë këtë e kam zgjedh shkaku se si po e shoh se si shkojmë punët tash, shoqëria e sotme si është, si e përballojmë ne, do me thonë jetën tani, përballë me veten, realitetin, e shumë gjëra tjera. Edhe një botë të tërë që e partim brenda nesh. Çfarë përfaqëson konkretisht ky libër për ty? Konkretisht ky libër do me thonë e përfaqëson një realitet të cilin nuk e shfaqim kurrë, një emocion thellë dhe është shumë i realt. Tash kur e bona librin e parë, nuk mendoja se të vazhdoja të shkruaj, më tutje. Do me thonë doja t'i mbaja shkrimet e mia për vete. Por duke pas se gjithat mund e kom po, pse mos t'i publikoj që t'i shohin edhe të tjerët, se besoj të gjithë e gjejmë veten te ky libër, sidomos ky bota brenda meje. Atëherë mendoj se tek libri i dytë jam rritur më shumë psikikisht. Dhe mendoj se është më tërheqës. Më tërheqet, të tërheq më shumë. Sa kohë të është dashur për të shkruar librin? Qoftë të parin, por edhe të dytin. Librin e parë, tash, janë që i kemë mbledhur gjitha poezit. Ndërsa libri i dytë më ka marrur pak më shumë se një vit e gjysmë diçka. Ti shfaqësh emocionet është me të vërtet shumë e vështirë, ama kur i shkruash ato në letër, edhe lehtësohesh. Njëkohësisht edhe nuk është diçka shumë problem për ta shkruar. Rinora thot se në moment kur ndjehet e lodhur, mendimet për të shkruar i vinë vetvetiu dhe pikërisht atëherë ajo frymëzohet më së shumti. Për të shkrimi është një mënyrë çlodhjeje dhe një formë aratisjeje nga lodhja dhe rutina e përditshme. Në ato qaste, ajo shndron lodhje në fjalë, duke e përdorur shkrimi si një mjet për të shprehur ndjenjet dhe mendimet që i mbledh brenda vetës. Po, frymëzimin tash si çdo njeri, do me thonë për ato nevojat e veta që shprehet dikundi, normalisht edhe unë ashtu. Ka raste kur vetëm kujtohet se duhet shkruaj diçka, edhe vetëm e shënoj dikundi, e mbaj mend, pastaj e vazhdoj më vonë. Do me thonë më shumë edhe kur jam e lodhur, preferoj shkruaj, po. Në ato momente kur je e lodhur e raskapitur, ti të vjen ai frymëzimi për të shkruar? Po. Ndoshta në ato momente ndjehesh, të themi, të vinë mendimet më të thella për të shkruar një poezi. Sa të themi në këto poezi, sa e ke gjetur ti veten? Por edhe shoqërinë tënde sa e ke futur në këto poezi, të themi. Shife tash për moshën që e kam pat, atëherë e gjeja shumë veten to. Po ndërsa tani mendoj pse nuk e kam bërë këtë më ndryshe, ose pse shtova këtë është dashta hek krejt, po në përgjithësi e gjej veten në shumicën e atyre. Rinora gjithashtu thekson se edhe pse jetojmë në epokën digjitale dhe teknologjia po zë një rol gjithnjë e më të madh në jetën e përditshme, ajo kur nuk do t'i largohet librit. Sipas saj, libri mbetet burimi më i pastër i dijes, imagjinatës dhe reflektimit, dhe ajo do të vazhdojë ta çmojë leximin dhe shkrimin si forma të pazaventueshme të shprehjes shpirtërore dhe intelektuale. Rinora, na trego të paktën se si rinia e sotshme, jemi në një epokë digjitale. Do me thënë, sa kanë dëshirë tani moshatarët e tu, por edhe ti konkretisht të mbash më shumë librin në duart, apo të fokusosh në ato leximet elektronike? Atëherë unë bazohem në këtë se fjala e shkruar në libër nuk është asnjëherë gabim. Ndërsa në rrjetet sociale, do me thënë këto tani që janë digitalizuar, mendoj se çdo kush mund shkruaj çfarë don edhe nuk e dish nëse është e vërtet diçka. Prandaj më shumë e preferoj do me thënë librin që ta mbaj në duart. Në duart. Edhe ashtu si ke filluar do me thënë me shkrime, me këto gjëra, do vazhdosh një kohë të gjatë të mbash librin në duar. Ku e sheh Rinora vetëm pas disa viteve? Edhe pse është herët për të folur në këtë drejtim, je një vajzë e re, 16 vjeçare, por ku e sheh vetën në të ardhmen Rinora? Shife tash, unë jam person që ndoshta këtë intervistën pasi ta mbarojmë, unë nuk e shikoj mos, se nuk kam qejf ta shoh veten se çfarë kam folë, se çdo herë i gjej gabime vetes dikundi. Je përballur gjatë shkrimit të librit. Ti shfaqësh emocionet është me të vërtet shumë e vështirë, ama kur i shkruash ato në letër, edhe lehtësohesh. Njëkohësisht edhe nuk është diçka shumë problem për ta shkruar. Mund të shprehesh më lirshëm, por varet edhe tipit, personit.
Do me thonë ka persona që mund të flasin shumë edhe i thonë krejt ato që ka mendojnë, po ka të tjerë që janë të mbyllët në vete. Kjo varet nga rrethi, nga shoqëria. Do me thonë varet me çfarë persona shoqërohesh. Te ky libër ka do me thonë disa tema që i përkasin edhe asaj sfere, ku kam shkruar do me thonë për kujdesin përgjithësi, por po, mendoj se do bëj diçka. Në të ardhmen do e presim edhe atë. Ajo shprehet se në të ardhmen publiku mund të presë edhe shumë projekte të reja nga Rinora Abdullahu, e cila donë se vetëm 16 vjeçe tashmë ka arritur të botojë 2 libra. Ajo vlerësohet si një talent i ri premtues në letërsi dhe pritet që në vitet në vijim të sjellë vepra edhe më të thella, më të pjekura dhe më inspiruese për lexuesit e saj. Besoj se po, se gjithmonë jam punime e sipër, po tash unë vetëm në fund, kur i përfundoj materialin, vendosi nëse do e bëj roman, do e bëj libër, do me thonë me temat ndara, do jem poezi, vetëm shkruaj, do me thonë nuk e ndaj mendin se për çfarë është. Për çfarë, do me thonë ende nuk je përcaktuar se ku do fokusohesh më shumë në poezi, në proza, në romanen, do me thonë ende je duke hulumtuar, duke eksperimentuar me veten. Dhe më thonë se ku e gjen vetën më shumë Rinora? Po, se shkrimi është pasion, ndërsa për hobi e kam mjekësin, për atë edhe jam fut në shkollën e mesme të mjekësisë. Dhe si e menaxhon Rinora jetën? Të shkruash, shkollën, gjitha këto? Po mundohem ta shijoj maksimum, i bëj të gjitha nga pak, kur kam kohë të lirë lexoj, pastaj do me thonë çfarë lexoj ato edhe më frymëzojnë më shumë për të shkruar. Dhe kjo... Po, më është bërë rutinë e përditshme, mësimi, leximi. Dhe më thënë këto gjitha ti i ke me një vend, 3 në 1 si themi ne, leximin, shkrimin, mësimin, nuk largohesh nga këto 3 gjërat. Rinora, dhe pse je në moshë shumë e re, je 16 vjeçare, si ishe moshatarët e tu, duke pasur parasysh ke menduar ndonjëherë që të flasish për atë, të shkruash për ata fëmijë të cilët për moshatarët e tu, që gjithmonë do shta ndihen ndonjëherë edhe të bullizuar, të diskriminuar nga shoqëria? Shiko, unë nuk dua të gjykoj, por tash si po rrjedhin punët, po e shoh se bullizmi është përhap shumë, sidomos në për shkolla. Por puna është se ne nuk kemi besim në vete. Në rast se kemi ne besim në vete, atëherë nuk do ndikohemi nga fjalët që do na thonë të tjerët. Ajo thot se përkrahjen maksimale e ka nga familja e saj, e cila ka qenë gjithmonë mbështetja kryesore në rrugtimin e saj artistik, po ashtu ajo gjen përkrahje të madhe edhe nga shoqëria, të cilët e motivojnë dhe e inkurajojnë vazhdimisht. Një rol të rëndësishëm në zhvillimin e saj ka pasur edhe kujdestarja e klasës, si dhe drejtoria e shkollës, të cilët kanë besuar në talentin e saj dhe e kanë mbështetur në çdo hap drejt realizimit të ëndrave të saj. Pa përkrahjen atyre, nuk besoj se do kisha mund bëj diçka, do me thonë kam përkrahje maksimale nga të gjitha anët. Atëherë shoqëria ime është përkrahja ime më e madhe. Normalisht pa ato nuk do mundja të merrja një hap kaq të rëndësishëm për jetën time. Dhe ka pas shumë komente pozitive. Atëherë unë bazohem në këtë se fjala e shkruar në libër nuk është asnjëherë gabim. Ndërsa në rrjetet sociale, do me thënë këto tani që janë digitalizuar, mendoj se çdo kush mund shkruaj çfarë don edhe nuk e dish nëse është e vërtet diçka. Prandaj më shumë preferoj do me thënë librin që ta mbaj në duar. Qife tash, unë jam person që ndoshta këtë intervistën pasi ta mbarojmë unë nuk e shikoj më se nuk kam qejf ta shoh veten se çfarë kam folë, se çdo herë i gjej gabime vetes dikundi. Edhe do me thonë, nuk është se e shikoj shumë atë anën materiale, gjithmonë jam më e mbledhur, më e përmbajtur, nuk tregojmë shumë se çfarë jam, kush jam, mendoj se veprat flasin vetë. Rinora ka një mesazh të veçantë për moshatarët e saj, të ndjekin ëndrat e tyre, pa hezitim dhe të besojnë në vetvete, pavarësisht vështirësive që mund të hasin gjatë rrugës. Mos t'i lënë ëndrat boshe, do me thonë. Çdo gjë që e ëndrojnë, që mendojnë se mund ta bëjnë, le të veprojnë. Fundit pa gjykuar nuk ngelemi. Të paktën ta bëjmë atë çfarë ndjejmë se duhet të jetë. Kjo storje përmbyllet me leximin e një poezie nga vetë Rinora, e cila përmes interpretimit të saj sjell para publikut ndjeshmërinë dhe talentin që e karakterizon si shkrimtare e re. E fortë dhe krye lart. E fortë falteje që më lë vetëm, dhe mësova si ti te kaloj sfidat. E fort, sepse kur s'më vlerësuan, më mësuan ta përballoj vetmin. E fort, sepse kur më lënduan, e më coptuan shpirtin.
më mësuan si ti te kaloj vështirësit. Po, e fort, dhe pse jo krye lart, kur askush nuk mu gjend pranë në asnjë hap. Krye lart nga që besimi në vete më bëri më të shkatët. Krye lartësia s'do të thot ironi e rehati. Ajo ka kuptim, suksesshmëri dhe bindshmëri. Sepse s'ka më krenari se kur mundohesh vetëm e qëllimin që e ke e arrin. E fort e gjithmonë krye lart, edhe pse e vetme gjithmonë ja dal.